ish futbollist si Cassano, sulmuesin e Milanit dhe ish sulmuesin. Leao ka shënuar 7 gola, nuk më intereson. Inzaghi kishte të njëjtën shifra, por ishte i dobët. Cassano dhe Agüero janë 2 futbollistat që i urrej më shumë. Jo nga ajo që kanë dhënë në fush, por nga deklaratat që bën tani. Disa deklarata të turpshme, disa sulme kundrejt talentëve të ri dhe lojtarëve që momentarisht luajnë në nivele të larta. Si Cassano, po ashtu edhe Agüero, nuk arritën as të renditën në top 10 më të mirë të historisë futbollit si sulmues dhe tani japin këshilla dhe intervista të turpshme. Sa i përket të Leaos, është një lojtar i talentuar, po vjen gjithnjë në rritje. Sa po i rikthyer në muajin nëntor, u pa ndryshimi. Për 2 muaj ai arriti të shënojë 6 gola dhe dha një kontribut të madh për Milanin. Ndërsa për Inzaghin nuk mund të them kurrë se që është i dobët. Të paktën më mirë se Cassano edhe më mirë se Agüero ka bërë në karrierën e tij. Ka shënuar gola decisiv. Ka qenë lojtar me fat, i ka hecur edhe goli, patjetër, por e ka treguar veten si te Juventusi, si te Milani që është një sulmues që prodhon gola.